Sali Berisha ka deklaruar se Shqipëria nuk plotëson asnjë nga kriteret për anëtarësimin në Bashkimin Evropian, përveç pozicionit të saj gjeostrategjik. Në një intervistë për mediat greke Liberal, ai ka kritikuar ashpër qeverinë e Edi Ramës, duke akuzuar për korrupsion të lartë, arrestimin e liderëve opozitar dhe manipulimin e drejtësisë. Në asnjë mënyrë absolute Shqipëria nuk plotëson asnjë kriter përveç pozicionit gjeostrategjik. Një vend që arreston në vitin elektoral 3 lider të opozitës së partive kryesore, një vend që u merr mandate me gjykata kundërshtarëve politik, se i kontrollon ato dhe shpall se do të mbyllë rrjetet sociale. Ky vend me një shkallë të lartë korrupsioni, më të imagjinueshëm, me afera korruptive të cilat shkojnë miliarda. Ky vend i cili është një narkoshteti i parë dhe i vetëm në Europë, ku përfaqësuesi i Sinalos pritet në zyrën e Edi Ramës dhe marrin licenca për kazino dhe resorte me 5 yje. Sa i përket marrëdhënieve Shqipëri-Greqi, Berisha ka pranuar përparimin, por ka kritikuar ashpër qeverinë Rama për mangësitë në marrëveshjen e detit, duke theksuar se Edi Rama hoqi dorë nga një marrëveshje më parashme e dakorcuar për të përballur me këtë çështje në Hag. Për marrëveshjen e detit kishim rënë dakord me qeverinë e qendrës së djathtë dhe qendrës së majtë të Greqisë që të shkonim në Hag. Edi Rama hoqi dorë nga kjo dakordsi dhe deklaroi se do të bëjë një marrëveshje më të mirë. Negocioi 2 deri në 3 vite dhe kur erdhi problemi për firmosur marrëveshjen, Edi Rama tha se nuk e firmos dot për arsye se ekziston vendimi i gjykatës kushtetuese. Ishte shumë jo serioze. Në lidhje me arrestimin e Fredi Belerit, Berisha ka theksuar se kjo ishte një akt politik, duke pretenduar se arrestimi i tij ishte i lidhur me interesa mafioze të Edi Ramës e lidhur me pronësinë e kamionit të GPS. Edi Rama i mori mandatin vetëm se Beleri nuk do të lejonte Ramën të grapiste kamionin e GPS. Kur arrestua Beleri, unë deklarova publikisht që është arrestim politik dhe prapa këtij arrestimi qëndrojnë interesa mafioze direkte e Edi Ramës. Nuk e dija se Edi Rama është pronësuar pas një dokument kadastral kanionin e GPS, një nga kanionet më të bukura të Jonit dhe të Mesdheut, për nënën dhe kushëritë e tij. Berisha ka përmendur gjithashtu se non grata shpallja e tij është rezultati i lobimeve të korruptuara nga Edi Rama dhe George Soros, duke quajtur një vendim të padrejtë dhe të motivuar politikisht.